Kujdesu për shëndetin e trurit me këto këshilla shumë thjeshta por shumë të rëndësishme. E para, flaj mjaftueshëm. Të paktën 7 orë gjumë në natë e ndihmon trurin që ta rregullojë stabilitetin e tij emocional, ti përpunoj kujtimet si dhe ti eliminoj mbetjet e grumbulluara gjatë ditës. Gjatë gjumit të thellë aktivizohet sistemi limfatik i trurit, i cili e pastron atë nga proteina të ndryshme siç është beta-amiloidi, të cilat kanë një lidhshmëri me zhvillimin e sëmundjeve neurodegenerative. Këshilla numër 2, menaxhoje stresin. Nivelet e larta afatgjate të stresit janë të dëmshme për kujtesë, për përqendrim dhe për mësim. Është vërtetuar që nivelet e larta afatgjate të hormonit të stresit, pra kortizolit, kanë një lidhshmëri me një ulje apo me zvogëlim të përmasës së hipokampusit, e cila është pjesa e trurit që është e ngarkuar me detyrën e krijimit të kujtimeve. E një nga mënyrat më të mira për menaxhimin e stresit dhe uljen e nivelit të kortizolit është socializimi, pra krijimi i kontakteve mes njerëzve, për arsye se kontaktet e rregullta ndihmojnë në stabilitetin emocional, ndërsa një izolim social është i lidhur me shfaqje të mëhershme të sëmundjeve neurodegenerative dhe demencë më të hershme. Kështu që therrë shokun për kafe. Këshilla numër 3 për një tru më të shëndetshëm është merru me aktivitet fizik. Ushtrimet fizike e përmirësojnë qarkullimin e gjakut si dhe krijojnë lidhje të reja ndërnervore. Po ashtu, ushtrimet aerobike e rrisin nivelin e BDNF-s apo Brain Derived Neurotrophic Factor, e cila është një proteinë që mbështet rritjen e neuroneve të mësuarit dhe kujtesën. Këshilla numër 4 për një tru më të shëndetshëm është ushqehu me fokus për trurin. Këtu përfshihen ushqimet siç janë pemët, perimet, pastaj peshku dhe arrat, si dhe bishtajoret, por edhe vaji i ullirit. Studimet tregojnë që njerëzit që ndjekin një dietë mesdhetare kanë një rënje më të ngadaltë të aftësive kognitive, si dhe një kujtesë më të fortë me kalimin e kohës. Këshilla numër 5 për trurin është sfidoje mendjen tënde. Mësimi i aftësive të reja e mban aktiv rrjetin nervor dhe bën trurin më fleksibil. Mësimi i gjuhëve të reja, pastaj instrumenteve të ndryshme muzikore, por jo vetëm, ndihmon në procesin e neuroplasticitetit, pra krijimit të ndërlidhjeve të reja mes neuroneve. Këshilla numër 6 është mbroje shëndetin e zemrës, pra fokusohu në shëndetin kardiovaskular, për arsye se një qarkullim i mirë i gjakut e ushqen mjaftueshëm dhe vazhdimisht trurin me oksigjen dhe me materie të nevojshme ushqyese. Edhe pse truri përbën vetëm rreth 2% të peshës totale trupore, ai konsumon rreth 20% të oksigjenit dhe energjisë që ka trupi në dispozicion. Prandaj një qarkullim i mirë është shumë i rëndësishëm për të. Dhe si gjithmonë një bonus këshill, këtu do ta përmendim pirjen e mjaftueshëm të ujit. Sidomos në këto kohë që kanë filluar të ngriten temperaturat, është shumë me rëndësi që të jemi vazhdimisht të hidratuar, pra të pim mjaftueshëm ujë, për arsye se uji është thelbësor në komunikimin e qelizave nervore dhe në performancën e trurit. Një dehidrim i lehtë për vetëm 1 deri në 2% shkakton një ulje të dukshme të aftësisë reaguese, të koncentrimit, pra përqendrimit dhe kujtesës afatshkurte të njerëzit. Po e përmbyllim një fakt interesant për trurin. Truri i njeriut përmban rreth 86 miliard neurone apo qeliza nervore, e secili neuron ka aftësi që të krijojë me mira lidhje me neuronet e tjera, duke krijuar kështu një rrjet mjaft kompleks dhe jashtëzakonisht të ndërlikuar dhe më të ndërlikuar se çdo kompjuter që e kemi në dispozicionin tonë në ditët e sotme. Prandaj është shumë e rëndësishme mos e neglizho shëndetin e trurit.